qeverisja jo e mirë, aktuale, në 5 vitet e fundit ka shtyr që në realitet një numër i madh i të rive të Kosovës, që është rikon rreth 260-270.000, vetëm në 4 vitet e fundit që kanë lëshu Kosovën. Potenciali i mërgatës, mendojmë personalisht ne, po edhe programi i Bedri Hamzës, në këtë rast i Partisë Demokratike, është ai i cili vërtet Kosovën e rikthen në binarët e shtet ndërtimit apo vazhdimsinë e shtet ndërtimit me programin tonë. Unë jam, siç e thash më herët, një ushtari i Partisë Demokratike, një ushtari i Kosovës, për të mirën e Kosovës, për të mirën e rinisë, të bizneseve, të ekonomisë të Kosovës, patjetër që nuk do të kursehem në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Ne kemi filluar veç tash e 4 vite, unë personalisht me kompani tona, po edhe të miqve tanë shqiptar e gjerman, ku kemi bën një eksport të jashtëzakonshëm. Eksport nga madhrat e Kosovës, nga prodhimet në Kosovë, të gjitha fushave, duke filluar prej tekstilit. Për shkak se infrastruktura e jonë, e mërgatës, infrastruktura e kompanive të shqiptarve, të kosovarve në Gjermani, apo kudo që janë në Evropë, është një infrastrukturë e ngritur me mund, me njerëz, me punë. Dhe kjo rezulton që nëse ne vërtet bëhemi bashkë, kemi nal rinin që mos largohet nga vendi, për shkak se ne duhet me pru punën në Kosovë, po jo rinin tek puna në Gjermani. Do të mendojë tjetër, në këtë që kemi mendu. Kemi mendu paraprakisht mundë me thonë që ne të gjithë si afarist e kemi mundësu të gjithë rinisë Kosovës të vinë të punojnë në Gjermani, të kompani tona kryesisht, dhe nëse marrim një statistik, të gjithë që vinë nga Kosova, mas pari punojnë të kompani të shqiptarve. Dhe kjo qasje unë mendoj që duhet më ndrru. Një ndër arsyet pse unë jam futur në politikë, për shkak se rruga e politikës është pak më e lehtë, ose përmes politikës është pak më e lehtë me bind edhe afaristin shqiptar, kosovar, edhe afaristin gjerman, të cilët janë me një potencial të jashtëzakonshëm që të vinë në Kosovë. Dhe rinin e kemi na, jemi një vend me mundësi dhe potencial të jashtëzakonshëm. Unë këtë e kam vrejt në 4 vitet e fundit, ose më mirë me thonë nga pandemia, për shkak se prodhimet të Kosovës, jo thash më herët, të gjitha fusha janë ato të cilat vërtet kanë gjetë treg në Evropë. Kur ne kemi një eksport të rritun, kemi venda punë në Kosovë, kemi një pagë të mirë, kemi një jetë mirë. Dhe unë mendoj që nëse Po je entuziast, po flet me shpresë. Po flas me shpresë për shkak se Po gjendja është mjaftë. Nuk po flas për politikën aktuale, edhe për gjendjen aktuale, unë po flas, do të thonë, gjithherë të paramendu që Partia Demokratike do të kthehet në pushtet me programin e saj. Je i bindur? Mas e i bindun, ndryshëm nuk ka alternativë tjetër, për shkak se edhe miqtë tonë ndërkombëtar evropian, të gjitha ata ku gjenden dhe ku jemi në takimet tona, janë të gatshëm që vërtet neve të na përkrahin, në këtë rast politikën e Kosovës. Nuk po du me thonë ekskluzivisht vetëm Partinë Demokratike, mirë po një politikë e cila vërtet e zhvillon Kosovën, një politikë e cila i ofron qytetarit një jetë më të dinjitetshme. Kjo është çka ne e dojmë, kjo është çka ne mundemi bashkërisht me bë. Dhe kjo do të ndodhë. Entuziazmin e kemi, por edhe punën e kemi po. Besoj që qytetari kun e vlerësoj të jashtëzakonshëm, qytetari veç e ka kuptuar që vërtet duhet të ndodhë një ndryshim. Dhe këtë ne po e kërkojmë përmes punës tonë. Nuk po e kërkojmë të jemi pushtet pse na po kemi dëshirë, por e kërkon Kosova, e kërkon qytetari, e kërkon jeta e qytetarit. Dhe kjo është që ne kemi marrë, nëse mundem me thonë si detyrë, spari morale, kombëtare, shtetënore që ne duhet qytetarëve tonë vërtet t'ja u rikthejmë prapë një jetë të dinjitetshme, më mirë se që e kanë pas dhe që e kanë aktualisht.